Odir nis sot misionin e vëzhgimit të zgjedhjeve për parlamentarët e 11 majit në Shqipëri. Ambasadori Lamberto Zanir gjatë një konference për mediat në Tiranë bëri me dije numrin e vëzhguesve që do të stacionohen në 12 qarqe të Shqipërisë. Për ditën e zgjedhjeve do të kërkojmë 300 mbikëqyrës afatshkurtër që do të vinë në Shqipëri pak para zgjedhjeve. Në ditën e zgjedhjeve do të ketë një komponent më të gjerë të vëzhguesve, vëzhgues nga Asambleja Parlamentare OSBE-s, Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropian dhe Parlamenti Evropian. Qëllimi i këtij misioni do të jetë vlerësimi i kryerjes së këtij procesi nëse do të jenë në përputhje me angazhimet e Shqipërisë ndaj OSBE-s dhe detyrimet të tjera të Shqipërisë, si edhe përputhja me legjislacionin vendas. Sipas Zanir, një vëmendje veçantë i kushtohet edhe zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga ODIHR në proceset e mëparshme zgjedhore, ai u ndal edhe tek plani hetimit nga SPAK. Bashkëpunimi me autoritetet është i rëndësishëm, por gjetjet tona do të ndahen përmes raporteve zyrtare. Ambasadori zbuloi se misioni do të caktojë vëzhgues të posaçëm sa i takon votës së diasporës, që nga momenti i mbërritjes së tyre në aeroport. OSBE ODIHR pritet të publikojë një raport paraprak me gjetjet kryesore të procesit një ditë pas datës së votimit.